Nuk shkonte më me ish bashkëshortit tënë. Që ndodhe nëse mund të pyes? Ndodhë se një çdo martes ka, do me thënë, keq kuptime, ka mos marveshje, ndryshon këndvështrimi, ndryshon jetesa, ndryshon dhe erdhi deri një moment që nuk shkonte. Por për fat të keq nuk ishte një shkurorzim i lehtë, ishte me shumë peripeci, me shumë zënka, me shumë gjëra negative, që nuk do të doja t'i kujtoj shumë, sepse nuk ishte e lehtë. Dhe duke jetuar në një qytet të vogël, duke jetuar se shteti i Maqedonisë, si në Kosovë, nuk të ofron për nënat vetë ushqyese, nuk të ofron ndihmë, nuk të ofron vendbanim, nuk të ofron... Ja dole, pra ti, tani s'është këtë kapitull 3 tjetër? Ja dole fillimisht me përkrahjen e prindërve të mi, me përkrahjen e motrës, vllaut tim, sidomos motrën time kam pas krahun tim të gjatë, që nuk e di asnjëherë do t'i dal hakut për gjithë atë që ka bërë për mua. Prindërve të mi që në besonin ende fuqishëm të une dhe më përkrahën në çdo aspekt të mundshëm. Ishin ato të cilët fillimisht miruanin fëmijët, një vjet jetova me ato, motra, nëna, babai më ndihmonin rreth përkujdesjes së fëmijëve, që unë të mund të punoj, të mund të mbleth ndonjë të holl për të vazhduar më tutje. Pas kësaj ish bashkëshorti u bleti një banesë fëmijëve, në të cilën jetojmë, vazhdoj të jetoj, por ishte e paregulluar me të gjithë forcat e mia, me shumë mund dhe punë që bëja përveç profesionit tim, bëja dhe punë të tjera, për të cilën unë asnjëherë nuk jam turpruar. Që ke punuar për të arritur të kesh mjaftueshëm sa për të Kam punuar fillimisht në një atelje të fustanave, pastaj kam punuar me anketa, kam qenë anketuse duke qenë edhe sociologe, kam punuar me firma të ndryshme që shesim parfume, bijuteri, kam punuar në dyqan bizhush. Të gjitha këto i kam bërë, do me thënë, për të mbledhur diçka më tepër për